Ky projekcion, ky buxhet, fatkeqësisht është shumë i dëmshëm për ekonominë e vendit, është shumë i dëmshëm për bizneset edhe për qytetarët, sepse praktike të tillë e orienton qytetarin me pështet për murin i fjalë popullore edhe me angrit këtë çmimet e krejt jetën edhe në fund që unë po t'i japi 50 euro dhe po t'i japi 100 euro dhe po të shtoj. Në anën tjetër, me krejt aktivitetin, jam ngrit gjitha çmimet e secilit produkt bazik edhe në fund i thu që unë sot t'i kumpru 100 euro bakshisht edhe qeveria ta ka pështu jetën, duhesh me më mbështet. Është pako pure elektorale, as nuk është zhvillimore, as nuk është që i ndihmon as një qytetarit, as një vendit. Veprimet të cilat kemi kërku për me marrë kanë qenë parandaluese të ardhjes në këtë pozicion ku ti e vendos qytetarin në pozita ku ai ka me pas nevojë për një lëmosh prej shtetit. Na politika të cilat duhet më bëj politika që pavarësojnë qytetarin. Edhe jo të me bot varun prej ministrit që sa del ky një herë dy herë në vjet më jash përnda ka 50 euro dhe ka 100 euro. Faleminderit shumë.